Një grua pa një qen policie duke zvaritur një thes të rëndë. Ajo që gjeti brenda i preku zemrën thellë. Nikole ecte qetësisht përgjatë një rruge me dhe duke shijuar heshtjen dhe fllatin e freskët që vinte nga pylli. Rruga ishte pothuajse e zbrazët. Vetëm disa zogj fluturonin mbi kokën e saj dhe diku larg dëgjoi një zhurmë e lehtë e gjetheve që përplaseshin mes tyre. Mendimet e saj ishin larg të shpërndara derisa diçka e pazakont i tërhoqi vëmendjen përpara. Disa metra më tutje, një qenbarin gjerman po zvariste me shumë vështirësi një thes të madh. Pëlhura e ashpër e thesarit fërkoi me tokën duke lënë gjurmë të errëta në pluhurin e rrugës. Qeni duke i lodhur, pothuajse i raskapitur, por nuk ndalonte. Çdo hap ishte një përpjekje, por ai vazhdonte përpara me një vendosmëri që nuk mund të injorohej. Nikole uli hapin duke e vëzhguar kafshën me kureshtje dhe shqetësim. Çfarë po ndodhte? Pse ky qen po tërhiqte një thes të tillë? Fillimisht mendoi se mund të ishte ndonjë lojë, por diçka në sjelljen e tij nuk i ngjante as pak një loje. Ajo u përqendrua më shumë dhe vuri re se thesi lëvizte lehtë. Zemra i u shtrëngua. Brenda kishte diçka, ose dik. Ndjenja e ankthit i rritej me çdo sekondë. Nikole mori frym thellë dhe vendosi të afrohej. Nuk mund të largohej pa e ditur çfarë po ndodhte. Me hapa të kujdesshëm, ajo ju afrua gjithnjë e më shumë. Zemra i rrite fort. Mendja e saj lëkundej mes frikës dhe dëmshurisë. Kishte diçka thellësisht të gabuar në atë skenë. Qeni barin gjerman u tensionua, por nuk u largua. Përkundrazi, e shtrëngoi më fort thesin me dhëmbë, sikur po e mbronte. Gjithçka është në rregull, vajzë e mirë, përshpëriti Nikole me zë të butë, duke u përpjekur të mos e tremte. Qeni nuk e lëshoi thesin. Nikole ndaloi. Në sytë e kafshës nuk kishte agresivitet. Kishte vetëm dëshpërim. Një lutje e heshtur. Çfarëdo që ndodhej brenda atij thesi ishte jashtëzakonisht e rëndësishme për të. Nikole vendosi të mos nxitohej. Ajo ul ngadalë në gjunjë, duke shmangur çdo lëvizje të papritur. A je e friksuar? Pyeti ajo me zë pothuajse të padëgjueshëm. Edhe unë jam, por nga çfarë? Qeni lëshoi një rënkim të lehtë, të dhimbshëm. Ai tingull i dobët i përshkoi Nikolen si thik. Ajo e shikoi përsëri thesin dhe pa që lëvizte sërish. Zemra i u përshpejtua. Tani nuk ishte vetëm lëvizje, nga brenda vinte një zë i dobët si frymëmarrje e vështirë. O Zot, përshpëriti ajo me sytë e zgurdulluar. Mendimet i u përplasën njëra tjetrës. Ishte një njeri? Një kafshë? Dikush që po mbytej? Qeni bëri një hap prapa. Nuk rënkonte më. Sytë e tij tani thoshin vetëm një gjë, hape. Nikole gëlltiti me vështirësi. Duart i dridheshin ndërsa zgjati gishtat drejt nyjes së thesarit. Pëlhura ishte e vjetër, e ndotur, e lidhur fort me nyje të trash. Dikush e kishte mbyllur qëllimisht, pa mëshirë, sikur të mos donte që ajo që ishte brenda të kishte asnjë shans për të dalë. Ajo u përpoq ta zgjidhte nyjen, por ishte shumë e shtrënguar. Koha po kalonte dhe ajo ndjente se çdo sekond ishte jetike. Pa menduar dy herë, Nikole mori një gur të mbret nga toka dhe filloi të çante pëlhurën. Qeni qëndroi i palvizur. Mbante frymën. Pritej. Më në fund, thesi u çel pak. Nikole u përkul dhe hodhi një vështrim brenda. Ajo që pa e bëri zemrën t'i ndalonte për një çast. Nga errësira, dy sy të vegjël, të friksuar, e shikonin drejt e në shpirt. Ajo hapi thesin edhe më shumë, me duar që i dridheshin. Fillimisht dukej sikur brenda kishte vetëm copa leckash të vjetra, pastaj diçka lëvizi. Një rënkim pothuajse i padëgjueshëm theu heshtjen. Nikole u ngrin. Brenda ishin këlysh. 4 këlysh të vegjël, të pambrojtur, me sytë ende të mbyllur. Trupat e tyre të vegjël dridheshin nga të ftohtit. Ata ishin mbledhur ngushtë me njëri tjetrin, sikur përpiqeshin të mbjetonin duke ndarë pak ngrohtësi. Frymëmarrja e tyre ishte e dobët, por ata ende luftonin për jetën. Lotët i mbushën sytë Nikoles, kush mund të bënte diçka kaq mizore? Dikush i kishte futur këta këlysh në një thes dhe i kishte hedhur për t'i lënë të vdisnin, vetëm dhe pa asnjë shpresë. Por jo, qeni barin gjerman i kishte gjetur. I kishte nuhatur. I kishte tërhequr nga thellësia e pyllit.
Kishte luftuar me lodhjen, me dhimbjen, me peshën e thesarit për t'i shpëtuar. Ai nuk ishte thjesht një qen policie. Ai ishte një nën. Dhe ajo ditë, në atë rrugë të heshtur me dhe, u bë dëshmi se edhe në errësirën më të thellë, dashuria dhe instinkti për të mbrojtur jetën mund të jenë më të forta se çdo mizori njerëzore. Ajo e kishte zvarritur pa u dorëzuar derisa kishte gjetur Nikolen. Kur Nikole e pa përsëri qenin, gjithçka u bë e qartë. Tani ajo e kuptonte. Qeni barin gjerman lëshoi një rënkim të butë dhe të dhimbshëm. E shikonte Nikolen me lutje, me shpresë, me një trishtim të pafund. Në sytë e saj nuk kishte asnjë shenjë agresiviteti. Vetëm frikë dhe dëshpërim i thellë. Janë këlyshët e tu, pëshpëriti Nikole me zë që i dridhej. Qeni bëri një hap përpara dhe preku me hund njërin nga këlyshët, me një kujdes të jashtëzakonshëm, sikur të kishte frikë se mos i lëndonte. Në atë çast, Nikole e kuptoi gjithçka pa pasur nevojë për më shumë shenja. Ajo ishte nëna, një nën që kishte luftuar kundër lodhjes, frikës dhe braktisjes për të shpëtuar fëmijët e saj. Këlyshët ishin shumë të dobët. Trupat e tyre të vegjël dridheshin dhe putrat lëviznin me vështirësi, sikur nuk kishin as forcë për të reaguar. Frymëmarrja e tyre ishte e cekët, pothuajse e padukshme. Nikole ndjeu një dhimbje të thellë në kraharor. Ata nuk do të mbjetonin aty, në atë rrugë të ftohtë e të zbrazët. Kishin nevojë për ngrohtësi, për ushqim, për mbrojtje. Kishin nevojë për një shans për të jetuar. Qeni lëpiu butësisht njërin nga këlyshët dhe më pas ngriti syt nga Nikole. Ai vështrim nuk kishte nevojë për fjalë. Ai thoshte gjithçka, na ndihmo. Nikole pohoi lehtë me kokë, sikur të ishte një premtim i heshtur. Nuk do t'ju lë, tha ajo me vendosmëri. Pa humbur kohë, hoqi shallin nga qafa dhe i mbështolli me kujdes këlyshët, duke u përpjekur t'u jepte pak ngrohtësi. Pastaj u kthye nga qeni. Hajde, vajzë e mirë, tha me zë të butë. Qeni hezitoi vetëm për një çast. Pastaj bëri një hap përpara. Gjatë rrugës për në shtëpi, Nikole fliste pa pushim, sikur donte ta qetësonte qenin dhe veten njëkohësisht. Gjithçka do të shkojë mirë. Do t'ja dalim, do të kujdesem për ju. Qeni ecte qetësisht pranë saj. Ajo kishte bërë gjithçka që ishte e mundur. Tani i besonte plotësisht Nikoles për shpëtimin e këlyshëve të saj. Rruga dukej e pafund. Nikole ndjente në duar frymëmarrjen e dobët të këlyshëve dhe frika se mos ishte tepër vonë nuk e linte të qetë. Qeni nuk u largua asnjë hap nga ana e saj. Ajo besonte. Kur më në fund mbërritën në shtëpi, Nikole përgatiti një batanie të ngrohtë dhe vendosi këlyshët me shumë kujdes. Qeni ushtri menjëherë pranë tyre, pa i hequr syt nga trupat e vegjël që ende dridheshin. Nikole ngrohu pak qumësht dhe filloi t'i ushqente me një pipet të vogël, pik pas pike, me durim dhe përqendrim. Qeni e vëzhgonte çdo lëvizje, sikur e kuptonte se ajo po bënte gjithçka që mundej. Dhe atëherë, një nga këlyshët lëshoi një rënkim më të fortë. Një shenjë jete. Nikole buzëqeshi mes lotësh. Ata ishin gjallë. Ata kishin mbijetuar. Dhe pranë tyre ishte nëna e tyre, e cila nuk ishte dorëzuar kurrë. Kaluan disa javë. Këlyshët u forcuan. Hapën syt dhe filluan të vraponin të lumtur nëpër shtëpi. Nikole u kujdes për të gjitha dokumentet dhe adoptoi përfundimisht qenin barin gjerman. Ajo i dha emrin shpresë, sepse ajo qen ishte mishërimi i besnikërisë, forcës dhe dashurisë së pakushtëzuar. Ajo nuk ishte dorëzuar, edhe kur bota i kishte braktisur këlyshët e saj. Nikole i kaloi dorën mbi shpinë shpresës, duke parë këlyshët teksa luanin mes tyre. Njëri prej tyre, më i vogli dhe më kureshtari, tashmë përpiqej të eksploronte shtëpinë e re. Të tjerët ishin pak më të pasigurt, por gjithsesi e ndiqnin. Nikole buzëqeshi. Tani ata ishin të sigurt. Kaluan edhe disa muaj të tjerë. Këlyshët u rritën dhe secili prej tyre gjeti një shtëpi. Nikole i zgjodhi me kujdes familjet që do t'i adoptonin, duke u siguruar që të shkonin në duar të mira, ku do të ishin të dashur dhe të mbrojtur. Shpresa qëndroi me të. Një mbrëmje, ndërsa Nikole rinte ulur në verandë, shpresa ju afrua dhe vendosi kokën në prerin e saj. Sytë e saj rrezatonin qetësi dhe mirënjohje. Ajo nuk kishte më frikë. E dinte se tani kishte një shtëpi. Nikole i përkëdheli kokën dhe tha me zë të ulët, ne u shpëtuam, apo jo? Shpresa tundi bishtin ngadalë, sikur të pohoj.
Në atë moment, Nikole e kuptoi se ndonjëherë takimet më të papritura mund të ndryshojnë jetë, jo vetëm një, por shumë. Ajo nuk mund të ndalonte së menduari se si ky qen kishte luftuar për këlyshët e saj, edhe kur trupi i saj ishte i raskapitur, edhe kur çdo muskul duhet të ishte duke dhembur nga lodhja. Shpresë. Ky ishte emri i duhur. Nikole ul në dysheme, duke parë shpresën teksa lëpinte me kujdes këlyshët, duke i kontrolluar një nga një. Ata, tashmë pak më të ngrohtë, filluan të tregonin më shumë shenja jete. Trupat e tyre të dobët lëviznin lehtë dhe ata rënkonin butë, duke u mbështjellë pranë njëri tjetrit. Ti i shpëtove, përshpëriti Nikole. Shpresa ngriti kokën dhe e shikoi. Vështrimi i saj ishte aq i thellë sa Nikole ndjeu zemrën t'i shtrëngoi. Në ata sy kishte mirënjohje. Por kishte edhe diçka tjetër. Një kujtim i frikës së kaluar. Një kujtesë se sa afër kishin qenë humbjes. Dhe Nikole e dinte, që nga ajo ditë, asnjëra prej tyre nuk do të ishte më vetëm. Nikole rudhi ballin. Diçka nuk shkonte. Shpresa shmangu vështrimin dhe u mbështoll përsëri rreth këlyshëve të saj. Ajo ndihej e sigurt aty, pranë tyre, por shqetësimi ende nuk e kishte lënë. Nikole i kaloi dorën mbi qimen e saj të butë dhe mendoi se gjithçka dukej tepër e çuditshme. Pse ishin braktisur ata këlysh? Pse shpresa ishte krejtësisht vetëm? Nikole e kuptoi se nuk e njihte të gjithë historinë, por për një gjë ishte absolutisht e sigurt, ajo që nuk mund të kthehej më në rrugë. Kaluan disa ditë. Nikole u përkushtua plotësisht kujdesit për këlyshët. I ushqente me durim, i mbante të ngrohtë, kontrollonte frymëmarrjen e tyre dhe shpesh i afronte pranë kraharorit të saj, që të dëgjonin rrahjet e zemrës, ashtu siç kishin dëgjuar dikur ato të nënës së tyre. Shpresa nuk largohej kurrë prej tyre, por tani, më e qetë, lodhja e saj ishte e dukshme. Hante me uri, sikur për një kohë të gjatë të mos kishte pasur një vakt të vërtetë. Nikole e vëzhgonte në heshtje, duke pyetur veten se çfarë kishte përjetuar ajo qen, çfarë kishte parë dhe sa shumë kishte duruar. Megjithatë, diçka e shqetësonte Nikolen. Ndonjëherë, natën, shpresa ngrihej papritur, afrohej te dera dhe qëndronte aty, duke dëgjuar me vëmendje, sikur diçka jashtë po e thërriste. Nikole e kishte vënë re këtë sjellje. Një natë, u zgjua nga një rënkim i ulët i qenit. "Çfarë ka, vajzë e mirë?" përshpëriti ajo. Shpresa nuk lëvizi. Qëndronte duke parë nga dritarja. Nikole u ngrit nga shtrati dhe ju afrua. Jashtë ishte errësirë e plot, por kur sytë e saj u mësuan me hijet, zemra i bëri një kërcim të fortë. Midis pemëve, në thellësi të errësirës, dukej një figurë e paqartë, pothuajse e padukshme. Një ndjesi e ftohtë i përshkoi trupin. Shpresa rënkoi lehtë, me një tingull paralajmërues. Nikole u tërhoq ngadalë, duke marrë telefonin me kujdes në dorë. Por kur hodhi sërish vështrimin nga dritarja, figura ishte zhdukur. Ajo qëndroi disa minuta, duke vështruar errësirën me frymëmarrjen të mbajtur. Asgjë nuk lëvizte. Më në fund, mori frymë thellë, përkëdheli shpresën dhe u kthye në shtrat. Por gjumi nuk u kthye më. Mendimet i vërtiteshin pa pushim. Të nesërmen në mëngjes, Nikole mori një vendim. Nuk e dinte saktësisht çfarë po ndodhte, por një gjë ishte e qartë, këlyshët dhe nëna e tyre ishin në rrezik. Ajo nuk mund t'i linte më vetëm. Nuk mund t'i kthente në rrugë. Telefonoi një klinikë veterinare dhe caktoi një vizitë. Ndërsa përgatiste gjërat për t'u nisur, shpresa nuk ja hiqte sy. Kur Nikole hapi derën, qeni u ngrirë në vend. Nikole u përkul dhe zgjati dorën. "Hajde, e dashur." Shpresa hezitoi për një çast, pastaj bëri një hap përpara. Në klinikën veterinare, gjithçka ndodhi shpejt. Këlyshët ishin të dobët, por në përgjithësi të shëndetshëm. Kishin nevojë vetëm për kohë dhe forcë. Por fjalët e veterinerit për shpresën e bën Nikolen të tensionohej. "Ju thatë se e gjetët në rrugë?" pyeti ai, duke rrudhur ballin. "Po," u përgjigj Nikole. Ajo po zvarriste një thes me këlysh. Veterineri i kaloi dorën mbi shpinë shpresës, duke e vëzhguar me kujdes. Nga sa duket, ajo nuk ka ushqyer vetëm këta këlysh kohët e fundit. Nikole mbylli sytë për një çast. "Si?" pyeti ajo. "Ka shumë mundësi që ajo të ketë pasur më shumë këlysh," vazhdoi veterineri. "Pyetja është ku janë ata tani?" Një të ftohtë i përshkoi shtyllën kurrizore Nikoles.
I erdhën ndërmend netët kur shpresa ngrihej dhe shikonte nga dritarja, mënyra si dukej gjithmonë në gatishmëri. Apo përpiqeni të më thoni se mund të ketë ende këlysh në pyll, pyeti ajo me zë të ulët. Shpresa e shikoi dhe pastaj ktheu kokën drejt derës. Zemra e Nikoles filloi të rrite fort. Nëse kishte këlysh të tjerë atje jashtë, ata mund të mos mbjetonin. Nuk kishte kohë për të humbur. Pa hezitim, ajo hipi në makinë dhe shpresa u fut menjëherë pas saj. Ata u drejtuan për në vendin ku Nikole e kishte parë për herë të parë qenin. Sa po mbërritën, shpresa u nis me vrap. Nikole vrapoi pas saj, me zemrën që I rrite fort në gjoks. Qeni çante përmes pyllit duke kaluar shkuret dhe degët I udhëhequr nga nuhatja e saj. Putrat e saj mezi I preknin tokën. Pa pritur, ajo ndaloi. Nikole u ngrirë në vend. Aty, në një cep të fshehur mes pemëve, ndodhej një tjetër thes. Ky ishte pak I hapur. Nikole vrapoi përpara me duart që I dridheshin dhe filloi ta çante pëlhurën, duke e ditur se ajo që do të gjente mund t'i ndryshonte gjithçka përsëri. Pëlhura u ça. Brenda, të mbledhur dhe të dridhur, ndodheshin edhe 3 këlysh të tjerë. Ata ishin pothuajse pa jetë. Nikole ndjeu lotët t'i digjinin syt. Megjithatë, ata ende merrnin frym. Ishte e dobët, por ishte aty. Qëndroni fort, të vegjël, përshpëriti ajo, ndërsa I mori me kujdes në krah. Shpresa u afrua menjëherë dhe filloi t'u lëpinte fytyrat e vogla, sikur po përpiqej t'i zgjonte, t'u jepte forcë. Nikole rënkoi lehtë nga emocionet, I mbështolli këlyshët me xhaketën e saj dhe I shtrëngoi fort pranë gjoksit. Nuk e dinte kush mund ta kishte bërë një mizori të tillë, por për një gjë ishte e sigurt, këta këlysh dhe nëna e tyre nuk do të ishin kurrë më vetëm. Ajo do të kujdesej për ta. Megjithatë, diçka brenda saj I thoshte se kjo histori nuk kishte përfunduar ende. Nikole ngriti vështrimin drejt thellësisë së pyllit. Midis hijesh dhe degësh, diçka lëvizi. Ajo u ngrirë në vend. Zemra I ndaloi për një çast. Dikush po I vëzhgonte. Ajo bëri një hap prapa, duke I shtrënguar këlyshët edhe më fort në krah. Shpresa rënkoi me zë të ulët dhe Nikole e kuptoi menjëherë. Ky makth nuk kishte mbaruar. Nikole qëndroi pa lëvizur. Zemra I rrite fort, era përplaste gjethet, por ajo e dinte. Nuk ishte vetëm era. Dikush ishte aty. Shpresa rënkoi përsëri, por nuk sulmoi. Veshët I shtrëngoi pas kokës, duke mbrojtur këlyshët. Nikole u kthye me shpejtësi dhe vrapoi drejt makinës. Nëse dikush po I vëzhgonte vërtet, qëndrimi aty ishte tepër I rrezikshëm. I vendosi këlyshët në makinë, shpresa kërceu menjëherë pas saj. Motori u ndes me zhurmë dhe rrotat u shkëputën nga toka e lagur. Pylli mbeti pas, por ndjenja e rrezikut nuk u zhduk. Kur u kthyen në shtëpi, Nikole I vendosi këlyshët mbi një batanie të ngrohtë. Ata ishin të raskapitur, por gjallë. Shpresa nuk u largua prej tyre as për një sekondë. Nikole u ul pranë dhe e vëzhgoi. A është kaq? Pyeti ajo me zë të ulët. Shpresa e shikoi drejt në sy. Në atë çast, Nikole e kuptoi. Jo. Nuk ishte gjithçka. Dikush I kishte lënë këlyshët për të vdekur. Dikush kishte qenë në pyll. Ajo nuk mund ta injoronte më këtë fakt të nesërmen në mëngjes. Nikole shkoi në komisariat. Mund ta mendonin të çmendur, por ajo ishte e bindur për atë që kishte parë. E di çfarë pash, I tha policit. Dikush na vëzhgonte. Polici pas tavolinës pohoi me kokë, duke shënuar diçka. I gjetët këlyshët në të njëjtin vend si herën e parë? Po, u përgjigj Nikole, dhe qeni sillej sikur e dinte që kishte dikë tjetër aty. Polici mendoi për një moment. Do ta kontrollojmë zonën. Por Nikole e pa në sytë e tij. Ai nuk e mori plotësisht seriozisht. Ajo doli nga komisariati e irrituar dhe e zhgënjur. Nëse askush tjetër nuk do ta zgjidhte këtë, atëherë do ta bënte ajo. Atë natë nuk arriti të flinte. Dritaret ishin të mbyllura, dera e kyçur, por ndjenja se diçka nuk ishte në rregull nuk e linte të qetë. Shpresa qëndronte shtrirë pranë këlyshëve, por her pas here ngrinte kokën dhe dëgjonte me vëmendje. Nikole po shikonte tavanin kur dëgjoi hapa jashtë shtëpisë. Jo brenda, por shumë afër. Ajo u ngrirë. Frymëmarrja ju përshpejtua. U ngrit ngadalë dhe ju afrua dritares. Nuk pa asgjë, vetëm errësirë.
por shpresa tashmë ishte pranë derës duke rënkuar lehtë. Nikole zgjati dorën drejt telefonit, por në atë çast u dëgjua një zhurmë e fortë jashtë. Ajo u drodh. Shpresa lejur fort. Pa menduar 2 herë, Nikole mori një elektrik dore dhe hapi derën. Errësirë. Zemra i rritet çmendurisht. Dhe atëherë, në skajin e tokës, ajo pa një hije. Një njeri. Nikole ndezi elektrik dore pa hezitim. Drita ndriçoi një figurë mashkullore. I panjohuri u tremb dhe iku me vrap. Nikole u kthye me nxitim brenda dhe e mbylli derën me çelës. Trupi i dridhej nga adrenalina. Menjëherë telefonoi policin. Ka dik në tokën time. Dje raportova një situatë të çuditshme. Jam e sigurt që lidhet me këlyshët. Këtë herë, policia nuk e injoroi. Një patrull u dërgua menjëherë. Kur mbërritën, nuk kishte më asnjë gjurmë. Jeni e sigurt që ishte një person? Pyeti polici. Plotësisht, u përgjigj Nikole me vendosmëri. Dhe jam e sigurt që ka lidhje me këlyshët. Polici mendoi për një moment. Kohët e fundit kemi pasur raste të shumimit ilegal të qenve në këtë zonë. Mund të jetë pjesë e diçkaje më të madhe. Një të ftohtë i përshkoi trupin Nikoles, pra, mendoni se dikush po i hidhte këlyshët e padëshiruar? Ajo shtrëngoi grushtat. Dikush po i trajtonte si mbeturina. Javën pasuese, policia patrulloi zonën rregullisht. Një natë, kur Nikole ishte gati të flinte, telefoni ra. Kemi gjetur diçka. Është më mirë të vini. Ajo u hodh nga shtrati. Kur mbërriti, ndodhej në një truall të braktisur pranë pyllit. Policët ndriçonin me elektrik një shtëpi të vjetër. Në bodrum, kishte kafaze bosh me gjurmë putrash dhe erë qenç. Duket se ishte një kenel ilegal, tha polici. Kur kuptuan se kishin shumë këlysh, u përpoqën të shpëtonin prej tyre. Nikole shtrëngoi dhëmbët. Do t'i gjeni, tha polici. Por ju shpëtuat ata që mundët. Kaluan disa muaj. Disa të dyshuar u arrestuan. Këlyshët u rritën të shëndetshëm dhe të lumtur. Nikole gjeti familje të dashura për shumicën e tyre. Por një këlyshe mbeti me të, një femër e vogël që i ngjante shumë nënës. Nikole e quajti Besim. Tani, shpresa kishte një familje, dhe Nikole kishte një kujtesë për jetën, kur mos kthe shpinën kur dikush ka nevojë për ndihmë, sepse edhe një njeri vetëm mund të ndryshojë botën, qoftë edhe vetëm për një qen.